paraqitje skenike, do të flas me të për peripetit që ajo ka hasur në botën e aktrimit dhe jo vetëm. Është refuzuar disa herë, jo vetëm për punë të thjeshta normale si çdo njeri tjetër, por gjithsesi edhe në fushën e aktrimit. Festina, mirë se vjen. Është shumë kënaqësi me të pas këtu. Mirë. Faleminderit që je pjesë e emisionit 410, po shpresoj që ta kemi një bisedë sa më shoqërore për të kuptuar pak më shumë rreth historisë tënde. Patjetër, ç'po. Po e nisim me ty, që e vogël ti ke pas dëshirë shumë të madhe që të merresh me aktrimin. Po, patjetër, kupton që shumë aktrimin, më ka pëlqy. Se ja arrita me i në botën e aktrimit. Çfarë ke shiku kur ke qenë ti më e vogël? Çka të ka pëlqy me shiku më shumë? Më ka pëlqy shumë Kafenia jon, Familja Moderne, është shumë. Serialet ndryshme vendore, a? Po tani çfarë shikon? Ta shikoj. Po pës me një tendencë këtu, se e di që shikon një serial shumë të mirë. Po, bashkalla. Do të thotë, ty të pëlqen edhe seriali i TVN, që është prodhimi i TVN. Po, patjetër më pëlqen shumë. I këqyri ka seriale shumë të mira, e shumë çona të mira. Ti gjatë gjithë kohës je, po themi ndoshta je bombarduar me fjalë nga më të ndryshmet, pikrisht për shkak të pamjes. Nuk është se ke pasur njerëz rreth vetës që ta kanë besu këtë dëshirë tënde, po gjithsesi ja ke dalë në fund. Ti ke marrë pjesë në disa seriale tash. Ka marrë pjesë në 2 seriale, Vitet e rënda, edhe Malet floksin. Ama dyjat janë me shkije që na përndjekin. Të Vitet e rënda kom lu me Durmjatnik Emren, Inkmal Krankniqe, Blerina edhe Dylbe. Me ata kom po pjesë Vitet e rënda, tërka këto, Malet floksin ju kom veç une. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Ka qenë pak emocionume që qysh ku më dalë, para kamera, qysh, po atët mirë ka dalë. Shumë mirë. E po besoj që është plotësu një farë lloj ëndre që ti e ke pas gjithmonë të jesh pjesë e serialeve të ndryshme dhe të jesh përpara publikut. Patjetër që. Ka bo mundi mirë? Po. Do të vazhdosh të merresh akoma me aktrim? Patjetër. Tani, më trego pak a shumë, me qenë se e përmende këtë pjesën që ti ke marrë pjesë në një serial, në një format i cili në një farë forme ka portretizu luftën tonë në Kosovë. Ti e ke përjetu luftën? Jo. 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 Po si të është duk të jesh në një skenë të tillë, me qenë se nuk është se e njeh nga afër se si ka qenë lufta? Mu ka do pak e habetshme skenat që bëshe. Tane një skenë, u do ke me dalë tjetër skenë e shumë. Po ke pas frikë? Jo. 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 E disha që nuk janë. Nuk është e vërtet, e mirë shumë, kjo është me rëndësi. Gjithsesi, nuk është këtu vetëm qëllimi yt, ti ke pas qëllime edhe të tjera, të gjesh një punë, për gjithë shikuesit që nuk e din, e ke edhe një problem, për cilin do doja ta diskutojmë nëse është problem për ty. Po, patjetër, problemi është me ndrën të nërë, në kitë në zhvillim edhe hormonal. Nuk jam aq nga e zhvillim. Jo, ka ardhur nga lindja. Nga lindja. Ti e ke lindur me këtë. Po nuk e ka, familja nuk e ka ngëmbëlu. Ti nga e kom po moshë 10 vjetë. Po. Sa shqipërën e vëgël. Tani me terapia të shku, të mjek ngëmbëlu që e kam, që probleme që kam, ndrën të nërë. Në ndërkohë kemi një fotografi që do doja ta shinim bashkë dhe ta komentojmë. Patjetër. Kjo është fotografia kur ti ke lindë. Po, është fotografia jam, kërë konë e vëgël, kërë kom linë në Gjermani. Ti ke linë në Gjermani? Po. Dhe kur je këtu në Kosovë? 14 qershorit, 2000. Në 2000. Më njëherë pas luftës? Po, 14 qersh. Qa do me thonë për ty kjo fotografi? Edhe do dojet që mos tishe po themi në Kosovë, po tjetoj në Gjermani? Shumë nostalgji. Është edhe një tjetër? Po këtu?
Këtu, në Kosovë këtu. Pa. Bashkallak, që rre shumë. Po. Këto fotografi të regojnë për jetën tënde fëmijënore, jetën tënde të re. E vërtet. Si ka qenë për ty të rritesh në Kosovë? Në fakt, unë jam rritë në Gjermani, për tani, kur jam marrë këmë probleme shumë në ve. Kom vjellë, kur me vagël, hup shalon që do shke me shku të mjerë, klima më ka ndryshu kur jam marrë Në Kosovë? Po. Edhe, që ndodhi më pas? U diagnostikove me smundjen? Po, tani, ju diagnostifikume që problemet të më ndronë të nërë. Kja. Si kanë qenë për ty vitet tani, duke marrë parasysh që ti je në terapi për gjithë ata që nuk e dinë edhe ti vazhdojnë të ambash këtë terapi për gjatë gjithë jetës? Po, kam terapi për dore hapa, treatment quen hormonal për... Ndihmojnë sa do pak? Po, pa tjetër. Po të shkaktojnë efekte anësore, ke problematikat të tjera tani? Si është jeta për ty? Në kuptimin që a ke vështirësi? Efekte anësore nuk më bën problem. Atë jam për hormonale që femna. Edhe nuk më bën problem, po më mi pi, po na nervë, pak nervë. Pak. Mirë shumë. Unë do të diskutoja pak a shumë edhe çështjen e dukjes tënde. Ti e paraqyku shumë për dukjen tënde. Ti ke kërku punë në disa vende të ndryshme, edhe në një farë mënyre të kanë refuzu pikrisht për shkak dukjes. Mu më interesojnë pak a shumë eksperiencat e tua në për çka ke kalu ti edhe si ke te i kalu tani këto. Unë e di që i ke te i kalu, e di që nuk të bëjnë të ndjesh më edhe aq keq sa e ndje përpara, gjithsesi është mirë që ti flasim pse jo ndoshta të e dërgojmë një mesazh që mos të bëjnë të tjerët. Patjetër, kam shumë rronte ta peqim rrit, isha shumë rronte që i bullyingojnë, qanë më bojnë. Kisha thonë që më ka bëne me bullyingu, kërkan. Nga bënë më një keq. Dë me qipën këtë vete, qysh njetë, qysh ka më një ajë, tëne. Shumë e vërtet. Qëfar eksperienca ke pas ti? Qëfar pune ke kërku që të është refuzu një farë mire? Une kom apliku botike, me palu tesha, molla, në për markete, po nuk u kon e shkrume, falë hendikun këtë më ka gjetë punën, punën në artë moshën, thirje. Që sa ko? Që 5 dit. Që 5 dit ke fillu punën në artë moshën edhe je bo pjesë e tregut punës tash. Po. Si po të duket? Mirë, pënina edhe atje pak e më të një në pëtutna. është herët, është mase normalit, kesh emocione, është si gjdo fillestar. Edhe në klasë parë kur shkomi, e kemi pak ca problem. Edhe të njoftohemi me shokë e shoqe, edhe prej mësusës, edhe prej gjithë situatës. Kështu që çdo gjë e re vjen me një lëmsh emocionesh që duhet patjetër me i kanalizu ndal nga dalje. Përpara se dalim te puna e re, edhe si po gjindesh, unë do doja ndalesha akoma te kjo pjesa që ti e refuzu disa herë. Më trego pak ndonjë eksperiencë më konkrete, cili butik apo çfarë ka ndodhur, çfarë përgjigje ke marrë kur ti ke apliku për punë dhe si të janë drejtu? Të një pëtek, ju në kohën, në Dardani është, në fushkën në, ofër për dikuna, që ato ju shku, asha, qështë që në aplikim, kërkun. Të në shkuva hina, tash, më falë, tasha me apliku. Për punë? Të jo, sa, unë këshyri që detëshëm. Ta, le numërin. Të kanë kontaktu ndo njëherë? Jo. Po të kanë thënë ndojnë fjallë, ndojnë ofendim, ndojnë diçka tjetër? Vesh më këshëshën, hape që... Në mënyrë përçmuese, me fjallë tjera? Ashtu,
kush ka shave shumë këshirëshën. Si të ka bë mundi ty? Pak që më ka bë mundi, po ja ku jam. E vërtet. Po gjithsesi ti nuk e ke pas gjithmonë këto eksperienca. Ti në shkollë nuk je ndjenjë ndonjëherë e bullizuar? Ke pasur probleme të tilla? Shikime të tilla si këto të butikut? Pak në shkollë fillore ku po. Po. Bulling me klankën e parë, dytën, tretën. Nuk shoqënia nuk ka nejt. Dinkë ku bo moshën 13-14 vjet. Ka nejt. Po. Tani? Tani në rritë që ju në rritë, ata punën e vetë, unë punën e vetë. Po. Në ka ndohë, rrugët, po. Po mirë, në shkollë të mesme si ke kalu? Në shkollë të mesme ku kalu shumë mirë. Si ka qenë eksperienca për ti për shkollën e mesme? Shkollë të mesme, radio o beqa këshirësha, qa bëbojnë, kesha, unë njëftësha. Kam pranu mirë? Po. S'ke pas, po themi ndoshta përçmim, bullizim, diçka e tillë? Ja, në shkollë të mesme ju. Po vazhdon ta kesh shoqëninë e shkollës mesme? Vazhdon të shoqërohesh ende me ta? Po, kam kontakte, po. Kam kontakte, po do janë martu, do janë e për puna. Po mi, kontakt nuk i kom hub. Nuk i ke hub kontaktet. Profesorët dhe punonjësit tjerë të edukimit, si janë sjell me ty? Je ndjen ndonjëherë keq nga ta apo e diskriminuar? Për profesorëve nuk pak unë isha u tëqa. Të shumë po mësojnë një qka. Po apet nga apet, faleminderit për tynev. Po. Edhe ata e në mënu të natë mënyrat. Me të ndimu edhe me të pa për para. Po. Përveç profesorëve, shokëve, shoqeve të shkollës mesme, gjithsesi e përmende pak më herët Hendikosin, organizatën e cila ty të ka ndihmu jashtëzakonisht shumë gjithë këto vite. E tash po e kthejmë edhe po diskutojmë pak a shumë për gjithë eksperiencën tënde aty. Po, patjetër. Si ke rënë kontakt fillimisht me Hendikosin? Në kontakt këmë ro me motrën temë. Këna shku një kolit në këna më pe Hendikosit, tani në shku tani motrëm pa të ro kontakt me agenten Aferdita Gashi. I ka thonë, a më në të motrëm me orë të jo, Aferdita ka thonë po, më në të më pa tjetër, a më në rresha larë, në veke marë. Marë, frikë, emocione, qëto? Pak emocione rresha të dera. Po. A motra shkëjke. Po të që tash nuk e kam atë problem, shkëje, hi. Që sa vite je pjesë e Hendikosit? Unë ka po fsha që 2 vjetë. Që 2 vjetë. Dhe si të kanë ndihmu? Çfarë ke përfitu ti prej Hendikosit? Në kuptimin që gjithë ata që janë pjesë e kësaj organizate kanë një përfitim në çfarëdo anë që ata kanë nevojë? Ka përfitime shumë, mëna gjithë punën adekuat për neve që ka mojmë me punu. Faleminderit shumë për tyne që mu ma kanë gjithë. Bonë edhe shumë. Edhe shumë të tjerve pa dyshim. Tjerve. Ti e the pak më herët tash që 5 ditë je krejt fresh, krejt start, du me thonë, të punës të ande 3. Unë të përgëzoj fillimisht që ti ke marrë guximin ta pranosh një punë të tillë. Edhe ma e dyta është që ti s'bën me u dorëzu asnjëherë. Pa marrë parasysh se i përmende pak më herët që po duket pak vështirë, ke emocione e kështu me radhë. Unë veç të rekomandoj edhe të sugjeroj që ti mos dorëzohesh, gjithë çka që fillon është e vështirë, shkallë du të mingjit, edhe beba kur të linë s'din me ecë, kështu që edhe fillimet e çfarëdo pune tjetër janë të vështira, po besoj që me kohën kalohen. Po, patjetër. Si të kanë prit stafi, ata personat të cilët janë aty edhe normalisht besoj që deri tani të kanë ndihmu për sa do pak, që ta ambientohesh me punën.
Patjetër më kanë pritë shumë mirë. Ina njoftu, ama halo me emra, nuk e kom. Po, nuk I din alo me emra. Herët është. E tham, pak më herët që 5 ditë, ka ko. Mirë. Qa po të vjenë më së vështiri? Pak vështip për mi kuptu këto që jam IT-ja e këto që shkun me kopitera kështë. Po. Ma për para këmë ditë. Ma për para këmë ditë. E tash? Tash pesho që E harru? më dollë. I rrida. Ani mirë është, kthehet. Kthehet. Kjo me përvojën me kohën unë besoj që kthehet. E ke dikë që po të ringati, sa do pak? Po. Aty me të ndimu, me u gjindë, me u ambientu? Po, në stafi, jartë mëshën, më ringati, vesh pikëshyrë që shpipojnë ato. Po, mirë shumë. Festina, jena te minutat e fundit, unë do doja shumë një mesazh nga ona jote, po pse jo edhe a ka ndoj plan që ta shohim Festinën edhe me një pjesë tjetër aktrimi? Po patjetër kam e po shumë shpërpringa. Në meje, në aktrim, në komunal, edhe në punë që jam, në komunal. Nuk keme ndalë pjesën e aktrimit, me qenë se e ke pasion, e ke dëshirë. Qa do t'ju thoje trimve dhe trejave, sidomos kundrejt personave të cilët janë me nevoja ndryshe, me nevoja të veçanta edhe gjithë atyre që të kanë bullizu dikur, e tash të shohin në televizion? Veç që kësha thonë, më me pëllëngu, më me po paraqykime, po me net offer, që ati personet, më me kon I vetëm, I vetë mund, kaq. Shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit 410, të uroj shumë suksese në punë, të shkoftë mbarë dhe bësh shumë vite pjesë e punës, edhe po shpresoj që të shihemi dhe hera tjera, ndoshta kur t'jenë projektet gati. Patjetër. Faleminderit shumë. A ke një falënderim të veçantë për diko që do doje ta bëje sot? Po, du me bo një falënderim të veçantë, shoqërinë tem, shkollën me, hendikumin du me falënderu, stafin krejt. Ma veçantë e kam apërtit e ngoshe, e kam loq, edhe në stafin e artmoshën. Faleminderit shumë, Festina. Faleminderit shumë. Shumë graci. Miqtë e mi dashur, ishim së bashku me Festina.